Në galerinë e Qendrës për Kulturë në Ulqin u mbajt një takim letrar me shkrimtaren e njohur Flutura Açka, në një mbrëmje të mbushur me emocion, ardashës, lexuese dhe krijues. Flutura Açka i ka dhënë shumë letërsisë bashkohore shqiptare. Ajo është një emër që nuk njeh kufi mes fushave. Diplomuar në ekonomi, ajo u përfshi në gazetari, përkthim dhe politik, por gjithmonë është rikthyer frymëzimit të parë letërsisë. Deri më sot, ajo ka botuar mbi 20 vepra letrare, ndër të cilat veçohen romani Kukullat nuk kanë atë, një nga librat më të lexuar e më të ribotuar të saj, si dhe romani Biri, me të cilin në vitin 2020 fitoi çmimin kombëtar Libri më i mirë në prozë. Në krijimtarinë e saj më të fundit, 50 nyjet politike, autorja përballet me pritshmëritë, zhgënjimet dhe idealet politike, duke sjell një vështrim të sinqert mbi realitetin shoqëror dhe moral të kohës sonë. Për kontributin e saj në letërsi dhe kulturë, Flutura Açka është vlerësuar me titullin Mjeshtre e Madhe nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani. Nga viti 2021 deri në vitin 2025, ajo ishte pjesë e politikës aktive si deputete në Parlamentin e Shqipërisë dhe antare e Partisë Demokratike. Pyetja që shpesh i drejtohet është se çfarë e shtyu Flutura Açkën të hynte në politik. Shkënaqësi në fakt thjesht, në Ulqim u bë vite nga hera e fundit kam qenë, ndoshta ka qenë 2016, pastaj rodhi, saç nuk ishte rrjedhur gjithë jetën time, rodhi në pak kohë shumë gjëra dhe kjo është arsyeja pse jam vonuar dhe nuk kam marrë dot më shpejt. Ndoshta edhe kjo pjesa e politikës që sapo përmendet. Faleminderit shumë. Po, pyetje që ma kanë bërë, jam përpjekur ta shteroj, por nuk shterohet asnjëherë, sepse ne nuk e dim kur cilat gropsa, cilat thellimat tonat ruajnë ujë, edhe xheptha. Kanë qenë shumë gjëra, në fakt. E kuptova, arsyeën e vërtetë e kuptova kur hyra në politik. Unë kam qenë deputete e Parlamentit të Shqipërisë 2021-2025, do thot në maj 2025, në fakt ka vetëm pak ditë që kemi mbyllur thuaç si mandat në kohën e nisjes së legjislaturës së re. Kanë qenë arsyet, kanë qenë të shumta. Shiko, ne duam s'duam, ne jetojmë me politikë. Çdo gjë jonë në fakt është politik. Po ne kuptojmë edhe atëherë kur themi që jemi shumë të shkujdesur, s'duam, e urrejmë, fillojmë edhe distancohemi. Në fakt ne bëjmë politikë. Edhe në atë moment ne kemi një qasje politike kundër politikës, po që është një qasje politike. Kur kam hyrë në politikë kam kuptuar se sa e rëndësishme është ta përmirësosh politikën me pjesëmarrje. Por politika ndryshe nga zeja e shkrimit, shkrimërisë, që është një zeje vetmitare. Politika është një zeje që ti nuk e bën dot vetëm, është ansambël. Dhe pavarësisht betejave të tuaja sado të bukura, të arrira, të pjekura, edhe politikisht, ato janë prap bien vakum, nuk kanë efekt, se politika duhet jap efekt. Në momentin që politika nuk bën detyrën, pra nuk jep efekt, nuk përmirëson jetën e njerëzve nga të cilët është deleguar, pa flas personazhi politik, do thotë që prap betejë është shumë e vogël dhe e papërfillshme. Po ky ansambli jo gjithmonë funksionon. Sidomos ndërshqimtar duket sikur edhe funksionon edhe më keq. Një gjë që ka bërë përshtypje, çuditërisht ka bërë përshtypje shumë, që pse ne nuk bëjmë përpjekje që violina që i shkputur teli ta rregullojmë dhe muzika të na dalë muzikë e pranueshme në ansamblin ton politik. Në politik duhet të bashkëpunosh me tjetrin, por para saj duhet heqësh atë klishen në kokë që kundërshtari është armik. Neve kundërshtarin e shikojmë si armik. Dhe ti po pozicionove si armik. Sigurisht ti beteja do t'i bësh si armik, beteja asgjësuese. Problemi është kundërshtari yt politik, mendon ndryshe nga ty, por në këtë puzzle-in politik është njeriu me cilin ti në fragmentet caktuara të jetës së shqiptarëve, të jetës së publikut, ti je detyruar të bashkëpunosh për të përmirësuar. Kjo gjë, kjo skajshmëria e qëndrimeve, e sjelljes, e të parit në formë edhe me një lloj, po them, një para se ty në politik gjithmonë do të marrësh një lloj
municioni, po e them kështu në thonjë, se më falni për fjalën që po përdor, municionin që ta shikosh tjetrin si armik. Pjesa më e madhe jona e zonjave në politikë janë më shumë numrat që kanë përcaktuar të tjerë njerëz, kupola, leadershipi, kryetari, quheni si doni se s'ka rëndësi, ndonjëherë mund të jetë dhe një vendim kolegjal që e mvesh në fakt thelbin, por që nuk e fshet dot që është e vërteta. Unë e kam parë edhe zonjat në Parlamentin shqiptar. Po, çështja gjithë thelbi plaga është tek integriteti, po edhe tek kur ka qenë integriteti ka qenë nuk u fite e imponuar nga, po them nga leadershipi, se ne s'duam ne partitë shqiptare. Nuk e di këtu, nuk e di në Kosovë që të flas me kompetencë të plotë në base, a Redini di më shumë në këtë pikë edhe pse edhe mund ta diskutojmë këtë gjë, po unë di partitë shqiptare janë kompani. Janë kompani në syrin tim të paktën. Në formën jo kompani në sensin, po drejtohen në formën e kompanisë. Ka një CEO, ky CEO vendos për gjithçka, mund të jetë ndonjë shef në një pronar kompanie diku tjetër, po kështu është ndërtuar strategjia kur partitë pa demokraci të brendshme nuk janë parti, nuk prodhojnë politikan europian, se problemi është neve do shkojmë në Europë, po me çfarë mentaliteti? Në politik, fjala është mjet për të ndërtuar realitetin, ndërsa në letërsi, ajo është mënyra për ta përfituar atë. Politika kërkon të bindë, ndërsa letërsia kërkon të prek, por të dyja kanë të përbashkët nevojën për të kuptuar njeriun. Kemi një perceptim të kësaj, kështu jemi edukuar, paktën brezi jon, që arti, sigurisht edhe arti i letërsisë, i shkrimit, vjen nga dhimbja, nga vujtja, nga kjo. Sikur të kisha mundësinë, për shembull, sot që po flasim bashkë, edhe në përgjithësi ta kisha edhe më parë këtë gjë, të kisha mundësinë që mos merresha me gjëra, po them të rëndonta, të ditës. Jeta kjo është jeta. Mund të kisha një farë komoditeti në sensin të kisha një rrok të mjaftueshme, të një qenie biologjike mjaftueshëm aq, po do të kisha bërë më shumë romane. Pra ka nevojë edhe për një farë komoditet. Jo gjithmonë gjërat duhen parë që vujtja të bën ty artist, nuk të bën vetëm vujtja artist. Pra jo vetëm sentimenti, po ti ke nevojë edhe për kushtet. Pra, prandaj është një përgjegjësi shumë e madhe edhe për shkrimtarët e ri. Kanë përgjegjësi shkrimtarët e vjetër, por ka përgjegjësi edhe mjedisi, se s'dua të them politika, se s'dua të shkoj prapë tek ajo hullia e politikës për ta gjykuar gjithmonë atë. Mua vjen, ti nuk e kupton fare, sidomos poezinë njerëz se kuptoj fare. Se kam kuptu kur poezin, si vjen poezia, vjen. Ti vjen është një si shkarkesë elektrike, si shkëndi, si një gjë, ti se kupton. Madje në poezitë më të hershme, kur kam patur edhe i farë spontaniteti, tani poezia ime është edhe më e maturuar, është më e menduar, jo se është cerebrale, po është poezi shumë e pjekur. Pra unë e mendoj poezinë. Pra është kthyer pak a shumë edhe si në profesion, nëse mund të quhet kështu. Po, edhe të shkruash është një profesion. Vjen një moment që të kthehet në profesion, që ti ke nevojë, ti s'rri dot pa e bërë atë profesion. Por sigurisht poezia është tjetër gjë, tregimi romani do punë. Duhet ulesh. Domethënë ti e ke inspirimin. Sigurisht që e ke sentimentin, por po se shkrove, ai sentiment vdes bashkë me atë sentiment, atë moment që kishe tëndin, pra koha ikën, sigurisht ka rëndësi shumë kujtesa. Ne duam edhe piktori, edhe muzikanti, edhe shkrimtari. Në fakt, kjo që bën ti është kujtesë. Ti e ke regjistruar në kujtesë, e ke në kujtesë një gjë, dhe ti thjesht imiton kujtesën tënde dhe shkruan. E thot dhe Boris diku që letërsia është vazhdimi i kujtesës. Duam, ashtu shkon kjo gjë. Këto janë. Por e kam vënë re që nëse ulesh e vendos që për në 6 muaj po, se pra do dhe shumë punë. Sidomos proza e gjatë. Dhe unë kam shkruar prozë të gjatë, disa libra, ndoshta nuk e di, por do dhe ko. Pa ko nuk bëhesh dot shkrimtar. Pa vetmi dhe pa ko nuk bëhesh dot shkrimtar. Mua më pyesin gjithmonë, mos është ky personazhi edhe me ndonjë kështu ndonjë emër kështu. Shiko. I njëjti filtr është, e njëjta mendje është, që të bëj edhe personazhin edhe të ndahet nga personazhi si flutur. Unë nuk jam shkrimtare epistolare, pra nuk shkruaj libra autobiografik.
por në fakt personazhet, disa nga personazhe më të rëndësishëm, po sigurisht kanë alter egon time, kanë ndjesitë e mia, kanë parimet e mia, principet e mia, kanë filozofinë time të menduarit, po një pjesë e tyre, edhe kur janë personazhe negativ, prap kam vërejtur që edhe përmes tyre prap botën, mbas tyre, prap botën e kam parë me dritë. Është vështirë që nga një personazh negativ të mund të nxjerrësh një gjë, ndryshe pastaj korrupton personazhin, po sigurisht, po vetmi libër autobiografik që kam është Biri. Flutura Açka në veprën e saj Biri ka shkruar të vetmin libër me ngjyrime të qarta autobiografike. Një fëmijë që humb prindin quhet jetim, një grua që humb të shoqin quhet Eve, një burr që humb partnerën Vejan, por a ka një emër për prindin që humb fëmijën? Nuk ka. Bota ende se ka gjetur dot këtë fjalë, sepse nuk ka gjuhë që përballon një dhimbje të tillë. Në fakt librin e shkroi nëna. Ti themi gjëra kështu. Shkriptarja ishte dytësore, gjithmonë dytësore, sepse vetëm çështja e mediumit. Unë vetëm se kisha artikuluar, po në fakt nëna e ka shkruar librin. Kështu që në variantin fillestar, në variantin që kam sjell tek biblioteka këtu, është në variantin e parë. Në variantin që ndoshta në momente të caktuara nëna ka marrë më shumë pesh, shumë më shumë pesh. Sigurisht për çdo nënë edhe Tigresha, edhe Ulkonja, fëmijën e saj e do në formën e vet, apo? Ne nuk mund të gjykojmë dot. Kështu që ndoshta aty më vonë pastaj isha më ndoshta Zia mori një formë tjetër, një trajt tjetër tek unë, dhe ka marrë sot një trajt tjetër, nuk e ka atë, është shumë me thellë, është si them si një gjë, një hesht që e ke diku, një gjë që të sëmbon diku dhe kur lëviz ti e ndjen që është aty dhe s'të le të marrësh frymë mirë. Atëherë ishte ndryshe, unë isha se di, asë është se jam shliruar, ose kam ndryshuar, i njëjta gjë është, por tani e shoh më me qartësi disa gjëra që në atë kohë kishin tjetër peshë. Dhe kjo ndoshta më ndihmoi shkrimtarja, arriti një moment që të kuptoj që duhet sensi masës ndoshta. Nëna e kishte kapur syre, e kishte mundur. Në variantin e parë, nëna e kishte mundur shkrimtare. Por unë jam shkrimtare dhe le një vepër e cila duhet të jetë në raporte edhe të ndjenjës shumë, raporte të kujtesshme, sepse nëse do një vepër që të mbetet, nëse do një vepër përqarëse për fëmin tënd bëje, po ajo vepër do të mbetet e tyte një rreth i ngushtë. Po unë doja një vepër që të përfaqësonte edhe nënat e tjera, përfaqësonte edhe prindërit e tjerë, të cilët nuk kanë zë, por që përmes meje mund të thënë atë që ata ndjejnë. Dhe kam parë që shumë njerëz, shumë nëna që më kanë shkruar, edhe njerëz, por edhe vajza të reja që më kanë shkruar dhe më thonë që tani duan ndryshe nënat. Ka pasur edhe djem që më kanë shkruar shumë edhe për këtë libër më kanë shkruar shumë. Sigurisht, pjesa më e madhe kanë qenë njerëz me të njëjtën përbashkësi dhimbje, por edhe njerëz të tjerë. Dhe kjo është problemi, është që se do të mbetet vepra, duhet të jesh shumë i kujdesshëm në raportin, sidomos në raportin me veten, se po e dominoj pastaj, atëherë ti po imponohesh, unë nuk doja të imponohesha, unë doja të shkruaja, të tregohesha, se mund edhe mos e kisha botuar, dhe vepra ishte botuar mas vdekjes time, apo mund të ndodhte edhe kjo gjë, e kisha mbyllur veprën dhe e kisha lënë. Po vepra do të kishte ashtu, do të kishte atë gjë. Bëra mirë që e botova, sepse pa ta kohë ta përpunoja, pa ta kohë të jipja një dritë të re, pa ta kohë ta bëja vepër edhe të tjerëve. Ndryshe mas vdekjes time do të kishte mbetur vetëm vepra ime që do ta lexonin, kurse kjo ka më shumë mundësi të shtektoj në kohë ndoshta më shumë. Këtu mund të kem bërë më mirë, por nuk e di, mund të ketë cënuar veprës këtë gjë dhe mund mos e lexojnë si. Pastaj, edhe fakti që unë kam hequr emrat, kam hequr emrin. Sigurisht është histori personale, por është histori personale për njerëzit që më njohin mua. Po vepër nesër s'ka që duhet emri i Timbiri, edhe lidhje këtë gjë. Le të jetë një vepër që ti ka përcej pra thash këtë vjegën që të jep koha jote, koha ime kalendarike. Mësoja një vepër që t'ishte e kohës time kalendarike. Shpresoj ti ketë shpëtuar kësaj gjëje.
Flutura Açka është dëshmi se forca e gruas nuk qëndron vetëm në qëndrueshmërinë përballë fatit, por edhe në aftësinë për ta kthyer dhimbjen në dritë. Si shkrimtare, ajo ka ditur të shndërrojë përjetimet më të thella në letërsi që prek zemrën e njeriut. Në çdo fjalë të saj ndjehet përkushtimi, dinjiteti dhe bukuria e një shpirti që edhe kur thyhet di të rrezatojë.